Skandali i aratisjes së Altin Docit nga Spitali i Durrësit ka sjellë reagime të menjëhershme nga autoritetet e drejtësisë. Me vendim të gjykatës së Durrësit, drejtori i burgut Indrit Cërloj është arrestuar, ndërsa shefja e shërbimit shëndetësor në burg, Ylfete Sema, është vendosur në arrest shtëpie. Të dy të akuzuarit akuzohen për shpërdorim detyre për shkak të mosbatimit të procedurave të nevojshme që do të parandalonin aratisjen e të arrestuarit, duke ngritur një pikpyetje për seriozitetin e mbikëqyrjes në institucion. Deklarata e drejtorisë së burgjeve, sipas së cilës Altin Doci kishte marrë mjekim dhe ndodhej në pritje të rikontrollit nga kirurgu, duket se nuk përputhet me realitetin e fakteve. Mjeku i ngarkuar nuk e ka vizituar asnjëherë në dhomën e repartit infektiv, ku Doci është dërguar dhe nuk ka zhvilluar konsult mjekësore të nevojshme. Ngjarja ka ndjadur shqetësim për menaxhimin e institucioneve të burgjeve dhe për rolin e zyrtarëve përgjegjës, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimin për të përcaktuar të gjithë përgjegjësitë dhe për të nxjerrë në dritë procedurat e shkelura që mundsuan aratisjen. Në fokus janë kontrollet e brendshme, monitorimi i të ndaluarve dhe koordinimi me stafit mjekësor dhe administrativ të burgut.